Në vitet 2023-2024, Kosova u përball me sulme terroriste në Banjsk e në Varag, por jo të gjithë ata që janë përfshirë në përgatitjen dhe realizimin e këtyre sulmeve janë arrestuar e akuzuar. Institucionet duhet ta kenë vëmendjen te strukturat paralele të sigurisë kanë vlerësuar në Qendrën Kosovare për Studime të Sigurisë. Drejtori i QKSS-s Mentor Vrajolli vlerëson se numri i personave që u përfshin në përgatitjen dhe realizimin e sulmit në Banjsk përfshin më shumë se sa 44 personat që akuzohen. Ajo që mbetën nga ana institucionet të Kosovës është të sigurohemi që këta personat që të operojnë brenda territorit të Kosovës dhe kanë për qëllim minimin e sektorit të sigurisë të Kosovës, këta personat të trajtohen në mënyrë adekuate, sidomos ky grup i Banjskës e që mendoj që ky grup i Banjskës është më i gjerë se sa ata që kanë qenë drejtpërdrejti të përfshirë në Banjsk. Vrajolli thotë se vëmendje institucionet e sigurisë duhet të kenë edhe te strukturat e sigurisë së Serbisë që nuk janë në veri. Këto struktura mund të konsolidohen qoftë në pjesën veriore, qoftë edhe në pjesë tjera, kështu që nuk do të thotë se vetëm veri është pjesë strehe e këtyre strukturave, do të kemi vëmendje të madhe edhe tek komuna të tjera të cilat janë në një mos të madhe të integruar, por që janë lënë anash nga syri i institucioneve. Për vëllezërit Vicentjević të akuzuar për sulmin terrorist në Ibër-Lepenc, prokuroria speciale pretendon se i takonin strukturave serbe të sigurisë. Për Jovan Vicentjevićin, specialja pretendon se është pjesë e Agjencisë së Inteligjencës Ushtarake VBA, kurse për Dragisha Vicentjevićin se ishte pjesëtar i mbrojtjes civile. Sipas aktakuzës së prokurorisë speciale, Jovan Vicentjević tek kishte folur me policët pas arrestimit, u ka përmendur 5 persona nga Zubin Potoku dhe 5 ish policë të Kosovës që sipas tij u trajnuan në poligonin ushtarak Pasuljanske Livade në Serbi. Sipas të pandeurit Jovan Vicentjević, në sulmin dhe luftimet në fshatin Banjsk të Zveçanit, me datën 24 shtator 2023, nga zona e Zubin Potokut kanë marrë pjesë edhe disa persona, që për shkak të hetimeve nuk do t'i citojmë në këtë aktakuzë. Në bazë të aktakuzës, i pandehuri u ka thënë policëve se në trajnime kanë marrë pjesë rreth 120 persona, të cilët kryen trajnime për këmbësori, përdorim armësh të gjata, mitralozëve të rëndë, minahedhësve, bombave C4 dhe dinamitit. Trajnimet sipas tij u bën deri një ditë para sulmit në Banjsk. Megjithatë, gjasat që deklarata e tij e dhënte policët të përdoret kundër tij në gjykim është e ulët, pasi ai u deklarua pas qenë i pranishëm avokati i tij. Në aktakuzën e prokurorisë theksohet se i pandehuri nuk i ka pohuar këto në prani të avokatit pasi është mbrojtur në heshtje.